Tradhtia bashkëshortore e minon familjen. Tradhtia bashkëshortore. Hile, i qajnë të shpia, kërë në zezë. Allah i ka ndalu marrëdhëniet intime apo seksuale jashtë martesës, jashtë një qajnë. Pasi ajo e shkatron dhe e minon jetën e familjes. Allah i ka caktuar ndëshkime dhe dënime shumë të rënda për tradhtinë bashkëshortore. Edhe pse Allah është shumë falës, është i mëshirshëm. Në rastin e tradhtisë bashkëshortore, Allah është i patolerueshëm, nuk e fal. Pasi ka përcaktuar ndëshkimin atyre që kryejnë tradhtinë bashkëshortore, zinaën, Allah i ka thënë në Kur'an: "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma 100 jalda." Zinaçarës edhe zinaçari, ajo që ban amoralitet, lavirja, edhe laviri, buri mashë që kanë bata, thotë Allah në Kur'an: "Fajlidu kullu wahidin minhuma", se cen për tyre godit dhe me kam gjik, kanë 100. Nëse kanë qenë pa martum, nëse janë të martum ata, gurzohen, futën me një grop, edhe pastaj hidhet me gurit derisa të vdesin. Edhe kjo bëhet publikisht para tjerëve që mi dhonë mësim dhe i bret, ku që ndjek rrugën e këtyre që është punë e keqe dhe fleq banale, kështu ka me ndodhë. Ndërsa është beqarë dhe beqaresh kanë bë këtë akt, cëllën marrëdhënien që zina, këta ka 100 kam gjik, edhe për zanë të bojnë prej vendit vetë, 1 vjetë, e largojnë ka ke vendit si sankcionim, bojkotim dhe atyre, bile ka lëmëran, edhe mos të bë me buci, po me goditje të madhe, le ta ndikë dhe ta shijoje. Një nga cilësitë e Allahut është se ai ambulon të metat dhe gabimet e robit, por në rastin e tradhtisë bashkëshortore dhe ndëshkimit të tij veprimi, Allahu po thotë, duhet me ndëshku, duhet me dënu, ka 100 goditje. Ka dhe raste në historinë islame se si pejgamberi Allahut i ka dënuar ata që kanë bërë këtë gjest. Pse? Pse ban ka? Me të vetëm qëllim se familja është sen i shenjtë. Nëse prishet familja, u prish shoqëria, u prish mahalla, u prish shteti. Ju besoj që keni dëgjuar me të madhe, keni lexuar se shtetet nuk janë prish përveç se ku por hap zinaja. Perandoritë e madhe që kanë qeverisë dhe kanë sunduar me shekuj, me qindra vite. Funi tyre që ka qenë shkatrimi, rënimi, rëzimi, këtë ka qenë tradhtia të zinaja. Pse? Ki prejk, nëse në shenjë, ku ki prejk? Familja së kërse janë, trofazna, nëse prejk, shka të banë? Për lanë gjumë, ose në shenjë, du të murujt, zbërë me prejk, e ujash, e ki familjen tane, për ndryshe, për lanë, ta prish me shtet, me pasuri, me ekonomi, e nuk që ditë barë asë njerë. Ta ban me dije, o dhe zë të dashë që du me përqo mesajin, familja është njëse në shenjë, që këna ka vetë ndorë neve, që tërse na më nuk kemi. Gjithë të jetë dhe ditët, të cilat japin si penale dhe dënime, tradhtim, bashkëshortore, janë të regus, i rëndësishëm që Islami shumë i kushton familjes rëndësi. Në 3 vende me popullsi muslimane, u ka bërë një farë studimi rreth numrit të martesave dhe shkurzime brenda një viti, talaki. Rezultatet e këtij studimi ishin shumë shokuese dhe friksuese. Më që kohën e fundit, për ta kanë skenuar dietarët edhe kanë bërë ligjërata lidhe për martesën. Përqindja e studimit përfshin vitet 1995 dhe 1997, 95, 96, 97. 3 vjet kanë bërë kësi studime dhe statistikë, ngojtash. Vitin 1995 kanë pas 4295 lidhje martesore, martesa në qaja. Pre tyre kanë bërë divorc, shkurzim, talak, 1390 raste. Në vit më vonë, 1996, ka pas 6275 lidhje martesore, kurse shkurzime divorce 2100, po shtohet. Në vitin 1997, 6573 lidhje martesore, kurse divorcet 2390. Për ku është nisur umeti musliman? Mbi ka bie kjo përgjësi, pse ndodhi këto shkurzime e talakja? A nuk është përgjësia se cili për nesh edhe diçka e tillë, edhe vendet e tona, që s'ka qenë tradit me nina se
filoni e shtoj gruju. S'ka qenë kjo rrallë ka ndodhë. Kone fundit, unë jam hoqë, prezentojna për një qash kurzime, po në kone fundit, po prezentojna për ndarje. Të na, muslimani, thot vetët, s'kan qenë këto dukurit. E qështë vete keqja? Mos bereqeti, jo suksesi, s'ka rres, ekonomia, gjamijo, po ndonë gratë, vazhet e tona nuk veshen nuk bëre si shduhet. Nuk ka në qastë të madhave objekte të cilat luajnë me kamar. Fuzë qastë pasurë kemi, në kam me të mërëtë të kamar. Që i thojmë na me agjun kësajt pufët sportska. Apo? Kjo? Mos marrin hoxha, pishton hoxha. Bile, pa të full, o të më shirë, duhet të lëma shumë. Po qështë do t'i marrë katastrofa? Qështë do marrë një?